Aty, rrugës duke kaluar pas se dy njerëz po kasafyteshin. Hadha min shi'atihi wa hadha min aduwih. Njëri është prej Beni Israelve e tjetri është prej palës armike, prej faraonit. Pra njëri është Beni Israel, tjetri është Egjiptas. Fasteghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi. Ky Israeliu ishte më i dobët dhe i kërkoi ndihmë Musait që t'i ndihmoj kundër i tjetrit që ishte prej palës armike, prej palës faraonit. Fawakazahu Musa. Musa a.s. e shtyu këtë Israeliun, këtë Egjiptasin. Faqada alayhi. Dhe interesant, ai vetëm e shtyu, nuk e diti Musa a.s. që shtymja do të shërbej për mbytjen e tij. Ai, sikur të thotë zu në thu, urzua dhe ra i vdekur. Ra i vdekur dhe tash askush nuk e di. Këto janë 3 persona, njëri tashmë është i mbytur, ky tjetri është viktima fillimisht që ishte më i dobët dhe është tash Musa që në një farë forme i ndihmoi këtij dhe vetëm këta dy po e dinë. E kjo tash që të kuptohet se Musa i mbyti një njeri, do të ishte rrezik edhe më i madh që ai tash të jetonte aty. Mirë po, në anën tjetër askush nuk i kishte pa. Dhe ngjarja tash vazhdon. Qala hadha min amali shejtan. Musa që në momentin e parë sa Allah i kishte dhënë pra urtësi dhe dije, ta kjo është punë e shejtanit. Unë dua ta ndihmoj dikë, po jo ta mbyt dikën tjetër. Kjo është edukata e njerëzve të mëdhenj të respektuar, të rishikues, pra nuk është gajja vetëm se apo e arri unë një qëllim të caktuar, gajja është se a po bëj unë punën e duhur që duhet të mirë, apo po bëj punë djallëzore. Pavarësisht se ai në këtë rast e kishte shty një të padrejt, i cili për shkak të forcës dhe dominancës që kishte ndaj këtij tjetrit që ishte më i dobët, pra po ushtonte dhunë në fakt, ky vetëm pse e shtyu atë dhe sikur më thonë ne i ndau ata që të mos rraheshin, kasafyteshin, u bë shkaktar që ai të vdes për shkak të shtymjes së Musait a.s. E kjo vdekje për Musain a.s. nuk ishte as pak e pranueshme, tha hadha min amali shejtan, kjo është prej veprave të shejtanit. Innehu aduwwun mudillun mubin. Padyshim që shejtani është armik, është devijues i qartë. Qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfir li faghfara la. Çfarë duhet të bëj njeriu kur gabon? Ti kthehet me një herë Allahu xhalla xhelaluhu. Dhe ai tha Musa alayhis salam, unë tha i bëra padrejtësi vetes e më fal mua o Allah. E Allahu thot e fali atë. Innehu huwal ghafurur rahim. Kur ti drejtohesh atij me bindje të sinqertë dhe e ndjen gabimin që ke bërë, nuk mburresh me të, Allahu padyshim që është falës i madh, është shumë i mëshirshëm. Qala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lil mujrimin. O Zot, masi ti më ke dhënë të mira, atëherë mos më bën mua që të jem krahas njerëzve kriminal.